Ish presidenti i Kosovës Begjet Pacolli tha se njohja e Kosovës nga Kenia paraqet një nga ngjarjet më të mëdha pas shpalljes së pavarësisë, sepse është njohja më e rëndësishme nga kontinenti afrikan. Për BBC në gjuhën serbe, Pacolli paralajmëroi hapjen e ambasadës së Kosovës në Nairobi. Njohja e Kenias është jashtëzakonisht e rëndësishme, jo vetëm në kuptimin politik, por edhe si një bazë për bashkëpunimin e ardhshëm ekonomik midis dy vendeve. Kosova së shpejti do të hapë ambasadën e saj më të rëndësishme në kontinentin afrikan, krah për krah me vendet e tjera europiane dhe të tjera të rajonit, thot themeluesi i kompanisë ndërkombëtare Mabetex me seli në Lugano të Zvicrës, e cila gjithashtu zotëron hotele luksoze në mbar botën. Por Pacolli thot se investimet e tij në shtetin afrikan nuk kanë qenë faktor vendimtar për hapjen që mori. Pacolli thot se investimet e tij në shtetin afrikan nuk kanë qenë faktor vendimtar për hapjen që mori Kenia. Grupi im i biznesit tashmë ka investime të rëndësishme në Kenia, si në turizëm ashtu edhe në infrastrukturë, megjithatë nuk besoj se këto investime kanë qenë një faktor vendimtar në vendimin për njohje, thot biznesmeni. Borko Stefanović, nën kryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë në Serbi, deklaroi se njohja e Kosovës nga Kenia ndodhi 5 muaj pas vizitës së Tamara Vučić, bashkëshortës së presidentit serb Aleksandar Vučić, e cila falenderoi udhëheqësit kenian për mbështetje ndaj interesave shtetërore të Serbisë, veçanërisht në lidhje me Kosovën. Stefanović vlerësoi se këngët dhe vallet që Tamara Vučić këndoi dhe performoi me liderët kenian, duke kënduar këngën Hakuna Matata, që do të thotë nuk ka problem, ishte një shenjë e qartë e një problemi ekzistues pasi ky shtet afrikan e ka njohur formalisht Kosovën, shkruan Danas. Ai e cilësoi këtë veprim si një shembull të kujdesit të rrem për interesat shtetërore të Serbisë dhe luftën për Kosovën nga regjimi i Vučićit. Stefanović ngriti dyshime në lidhje me statusin dhe autorizimet e vizitës së Tamara Vučić në Kenia, duke theksuar se titulli i zonjës së parë nuk ka bazë ligjore në Serbi dhe se nuk është e qartë se për çfarë fondesh ajo mund të ketë premtuar ndihmë financiare Kenias. Ish kryenegociatori serb për dialogu me Kosovën kritikoi diplomacinë e Vučićit, duke akuzuar atë për sjelljen e një rezultati të tillë përmes një diplomacie absurde dhe të papërgjegjshme. Ai gjithashtu e quajti skandal qëndrimin e Tamara Vučić në Kenia, duke theksuar se kjo ishte një përdorim i papërshtatshëm i parave të qytetarëve për udhëtime që prezantoheshin si vizita shtetërore dhe duke shprehur shqetësimin se qytetarët e Serbisë mund të presin lajme të tjera negative. Ndryshe, Kenia bëhet vendi 118 që ka njohur pavarësinë e Kosovës, të cilën e ka shpallur më 17 shkurt të vitit 2008.